Parashikimi i motit për ditën e sotme 30 qershor 2025, si do të variojnë temperaturat gjatë gjithë ditës. Për ditën e sotme në vendin tonë Shqipëria do të paraqitet në ndikimin e kthjellimeve dhe vranësirave të lehta, por pas mesditës dhe në vijim vranësirat do të bëhen akoma më të dukshme. Më të theksuara paraqiten në zonat malore, verilindore, juglindore, por nuk priten reshje. Orët e vona të mbrëmjes do të risjellin kthjellimet në të gjithë territorin e vendit. Temperaturat e ajrit do të pësojnë një rritje të lehtë në orët e mëngjesit, duke bërë që temperaturat minimale të shënojnë 15 gradë Celsius në zonat malore, por edhe mesdita sjell rritje të tyre duke regjistruar vlerë minimale deri në 37 gradë Celsius në jug të vendit. Era do të fryejë lehtë dhe mesatare përgjatë gjithë ditës duke arritur shpejtësi deri në 30 km/h nga drejtimi i veri perëndimor. Përpasoj në brigjet e Adriatikut dhe Jonit do të gjenerohet dallgëzim një ball.